Le ta themi që në fillim e dinim që kreu i ri pak do të zgjidhej Klodian Brau. Amerikanët e kishin bërë të qartë kur ribotuan një natë më parë foton në zyrën e tij të një zyrtari të lartë të Departamentit Shtetit. Sot në mëngjes ndryshimi i procedurës votimit që hoqi votimin e fshehtë dhe ktheu atë publik nominal, hoqi gjithashtu dhe çdo dyshim se mund kishte ndonjë surprizë. Ndërkohë ambasadorët e huaj ishin të gjithë aty në lozhën e parë, duke bërë edhe kësaj radhe protagonistët. Ndryshimi nga 3 vite më parë ishte se në vend të Yuri Kim ishte zëvendësa ambasadore Evan Horn, e cila mund ketë fatin që të qëndrojë këtu për shumë vite, pasojë e vëmendjes së ulur të presidentit Trump, i cili e ka marrë me shumë qetësi dërgimin e ambasadorit të tij të ri në Tiranë. Në fund fare nuk mund të mungonte edhe mesazhi në shishe, ose më saktë mesazhi në gotë i vetë zotit Brau, i cili nuk pi ujë nga shisha në tryezën e KLP-s. Ndoshta në një shenjë mosbesimi ndaj institucionit që e zgjodhemi i shumicë zërmuese votash, por me sa duket jashtë vullnetit personal të antarëve. Por le ta pranojmë, kandidimi i Klodian Braus sot ishte i vetmi serioz. Intervista e Adnan Xholi do hyjë në historinë e memeve me batuta gazmore, por të panevojshme mes tij dhe një antare shumë bjonde të KLP-s. Musa Belliu hyri dhe doli pa lënë asnjë gjurmë, me sa duket e ndërgjegjshme se kësaj radhe nuk duhet merrte asnjë vot, ndërsa kandidati i katërt nuk e mori vesh as vetë sepse dikush i dha atij një vot. Brau trajtoi me seriozitet problematikën e krijuar në 3 vitet e fundit të punës së SPAK. Rrjedhjen e shëmtuar të dosjeve në publik, masat jo rrallëherë të pamasa shtrënguese deri në cënim të drejtave të njerëzit, mos trajtimin me seriozitet të provave apo marrjen si prova të elementeve të pamjaftueshëm dhe rrallë edhe të gabuar të celularëve. Brau premtoi mbylljen e çarjes serioze me SPAK të Dumanit dhe BK-s, si dhe me diplomaci njoftoi shpejt ndërprerjen e aksioneve me policinë dhe kryerjen e tyre me forcat e vetë SPAK të BK-s. Pas entuziazmit, por jo rrallë zhgënjimeve të epokës Dumani, Brau premtoi progres, por dhe qetësi dhe stabilitet. Pyetja më mbetet, ku do të jetë këtë tutje fokusi i SPAK? Pikat mbi i bunë sërish amerikanët. Reagimi i tyre pas zgjedhjes së Brau sot ishte i thatë. Komplimente ama për Altin Dumanin dhe fokus te lufta ndaj krimit organizuar, trafiqeve të drogës dhe të njerëzve, elementeve që rrezikojnë sigurinë kombëtare të dy vendeve. Po si mund ta përkthejmë këtë në profilin e Klodian Braus? Ai jeton sot dosjen e Toyota Yaris. Kjo dosje u rrëzua para pak kohësh nga apeli, por sot mori një tjetër goditje nga gjykatat belge, të cilat thanë se ajo dosje nuk e ka të qartë objektin e hetimit. Sot është liruar nga burgu një politikan i cili vuante dënimin për çështjen e incineratorëve, për djegje afatesh dhe shuarje mase, dosje që po hetohen nga Klodian Brau. Zoti Brau është prokurori i çështjes Gërdesit, një dosje e ndjekur me vëmendje edhe nga amerikanët. Sot SPAK, në ditët e fundit të Dumanit, merr komplimentat e fundit për spektaklin publik që bëri ndaj hetimeve të politikanëve, por edhe kritikave të shumta për kaos procedural, hetime jo profesionale dhe dyshime për masa jo proporcionale. Pallati i Drejtësisë gumzhon nga puna, por dhe nga kaosi. A do të jetë aftë Klodian Brau të vendosë rregull dhe sjell progres? Për këtë do të flasim sonte. Sikle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrjedhor. Sigurisht sot është një ditë e rëndësishme në kalendarin publik të Shqipërisë, fakti që zgjidhet kreu i SPAK, institucionit që padyshim ka trazuar për mirë, por edhe ka ngjallur debat në jetën politike dhe publike të vendit. Për të folur për këtë zhvillim sot, me mua në studio janë Skënder Mingjozi, mbrëma Skënder. Arben Meçe, mbrëma Meçe. Ervin Karanxha, ish prokuror, avokat, mbrëma. Vini dhe ndërkohë presim për shkak të trafikut dhe avokatit Ajit Beqirin që na bashkohet. Gjithsesi para Skënder, mund të flasim shtator sot pak me atë që ndodhi, po mund do duhet sigurisht fokusoheshim tek zgjedhja e Klodian Braus. Unë thash në editorial nuk besoj që kishim ndonjë surprizë të mes, aq më tepër që u kuptua që edhe kësaj radhe ishin ndërkombëtarët ata që vendosën. Sokol, ka pasur një zhvendosje të vëmendjes publike sot, e cila tregon se ku qëndron pika e gravitetit e të gjitha ngjarjeve në aktualitetin shqiptar. Sot parlamenti ka debatuar për 2 pika shumë të rëndësishme në një kohë qetësie dhe në një kohë normale. Avokat në popullit mbas shumë vitesh, e cila është kthyer një mollë sherri, dhe e dyta që është dhe më e rëndësishme, ligjin financiar, i cili çdo fund viti që kalon okupon të gjitha mediat, të gjithë politikën shqiptare dhe mbush dhe lozhat në katën e dytë me jo rrallë me ambasador.
Sot këta të fundit dhe vëmendja e gjithë medias dhe opinioni publik nuk ishte pra tek parat, ishte tek drejtësia, ishte tek SPAK. Dhe kjo ka një domethënie dhe simbolik mendoj unë për të kuptuar fokusin që ka marrë ky institucion me kalimin e viteve. Dhe kjo është sa e drejt, mendoj, po aq edhe e përgatitur dhe edhe e kërkuar, sepse janë të dy aspektet. Ashtu siç ishte një proces i drejt, por dhe i kërkuar, pra dhe teatral për pasojë edhe vetë procesi zgjedhjes së kreut SPAK. Personalisht, po besoj se s'jam i vetmi, unë e kam kuptuar deri diku se cili është kandidati që ka shanset më të mëdha për të zgjedhur, sa po kam parë deklaratën e ambasadës amerikane një ditë para procesit, e cila me lojën edhe me lojën vizuale të fotove tregonte me shpinë kryeprokurorin që po ikte dhe me fytyrë pra përballë. Në zyrën e tij, kryeprokurorin i cili mund të ishte duke ardhur, pra që në atë moment ishte një kandidat. Dhe kjo na sjell në një pikë tjetër që për mua nuk është normale. Nëse në zgjedhjen e mëparshme të Zoe Dumani mbi SPAK-un ka pasur fjalë dhe përfolje rreth një presioni politik mbi kreun e ri të SPAK dhe ka ndërhyrë ambasadorja atëherë amerikane në momentin e fundit dhe historia është e njohur. Kjo fushat, nëse mund ta quajmë tillë ose ky aplikim më mirë i 4 figurave, që të 4-ta me integritet, me stazh dhe me një eksperiencë që ata u kualifikuan te kjo fazë, tregon që të 4 mund të ishin të barazvlefshëm. Në këto kushte unë presionin e inskenuar më së shumti nga trupi diplomatik në Tiranë nuk arri do të ta kuptoj me deklarata nga ambasada britanisë, nga ambasada amerikane, me deklaratat Gonzatos, etj. Ambasada amerikane ishte le të themi më e shetë në reagimin e saj, por është vërtet që reagimi i ambasadave të tjera ishte disproporcional. Disproporcional sepse Sokol në momentin që bijem dakord dhe ka një dakordsi që mbi këtë fushat të zgjedhjes kreut SPAK nuk ka pasur presion politik dhe aq më keq presion nga qarqet ose bota nën toka e krimit, sepse këto janë dy kategoritë e mëdha të punës së SPAK-ut, të interesuara në parim për ta influencuar. Ose ne s'kemi parë gjë, se në pyetja para 3 vjetësh ishte shumë doli dhe hapur emri i personit që favorizohej që t'ishte, që parapërqej pak nga shumica. Nga shumica. Nga shumica, po kurse kësaj radhe ishin të 4 figurat ishin të barazvlefshme nuk pam në një presion, nuk pam në një me kredite më së mjaftueshme për të zgjedhur kryetari i kësaj strukture. Pra nuk kuptohet stresi dhe tendosja e segmentit diplomatik që e luajti lojën sikur këtu ndodheshin përballë një mundësie për trukim letrash, ndërkohë që gara ishte, siç e tham, në të gjitha etapat e kontrolluar, e barazlarguar, mendoj unë dhe politika nuk ndërhyri dhe nuk mund të akuzohet as Rama as Berisha në këtë rast, që mund të kemë bërë ndërhyrje ose tentativë për ndërhyrje, për ata të tjerët më mirë s'flasin fare për atë kategorinë tjetër. Pra, kjo ka qenë një garë e cila duhet ishe lënë të rrithte pak të lloj stresi, pa atë lloj parade diplomatësh. Me thënë vërtetën, edhe kur flisim me profesionistët, prap emrin e Klodian Braus përmendnin. Po, natyrisht. Ishte pra kishte një pritshmëri, po presion nuk u duk që kishte. Pse duhej sfilat ambasadorësh në një sallë ku do duhet ishin vetëm personat me drejt vote dhe personat që aplikonin plus media. Mos ndoshta meçe nga që u dogjëm nga qulli frymë me kosit, apo? Jo. Gjithçka lidhet me ndryshimin e procedurës votimit. Që aty lexohet pastaj që ata që ishin në sallë ishin protektorët. Po që u ndryshua procedura, doli nga votimi fshet, votimi hapur, nominal. Në momentin kur thuhet votimi hapur me emër, me mbiemër dhe për kë ka votuar, nuk ishte diçka shumë e bukur, me thënë vërtetën. Nuk ishte bindë se shkurt më beti, ishte para përgatitur çdo gjë dhe ambasadorët ishin garancia e atij votimit ose i them presionin ndaj votuesve, gjë që me drejt Mingjozi s'mund të heqashin presjet të asaj Mingjozit. Edhe akti i Bet Braus, ai akti që nxjerr shishen nga të gotën nga çanta,
Pra le temi ishte një mesazh ishte se ndryshe Ju jeni gazetar dhe lexoni sepse me drejti e bën si Kim Jong-u dhe edhe ky Kim Jong-u vetë pastron edhe karrigen, që mos mbetet ADN-ja. edhe Putini. Kështu që edhe Putini, se atë dëshë. Edhe Putini. Dgjoj, se po kemi ti ka me këtë detaj. Kemi edhe doktorin që sa herë vinte në emision vinte me çaj dhe me shishe me ujë me vetë. Nuk e di, këto janë që i dini ju, nuk e di, por të paktën këto që i kemi lexuar dhe duke marrë shembull e doktorit ti të roqi vëmendje dhe ajo fakti që nuk përdori ujin, që zakonisht dhe unë nuk e përdor këtu, po jo për ato arsye. Se do më hermoni ju. Jo, fakti që ai e bërë publik. Fakti që ndoshta regjia na ndihmon me atë momentin, ju lutem regjia. Momentin kur zoti Bravo futet në sallë, para se tulen tavolinë dhe i ndërgjeshëm për praninë e kamerave, që po e ndiqnin, ai nxjerr një gotë nga çanta e tij. Kjo është, shikoj, ju lutem, hiqni, je duket, ky është mesazhi. Nuk e dia zoti Bravo e dha këtë mesazh. Shikoj, domethënë është nuk e bën fshehur, se nuk e bën me kujdes. E bën pra është një mesazh i pastër që ai jep. Tani se çfarë mesazhi është nuk e di. Në konsciencën e inkonciencë, sepse është edhe inkonsciencë kjo, kam përshtypjen, ku në çdo vend pasiguria e garanton, karakterizon. Jo, po duhesh ti bashkangjitesh atë ndryshimin e procedurës, po them. Po thash, ju si gazetari një të poshtë në këtë rast, sepse nuk lini detaj pa kapur, po ky është detaj i cili vërtet është për tu kapur. Nëse bën me artificial intelligence. Kjo është mesazh për tu kapur dhe për tu interpretuar. Vërtet për tu kapur sepse është shumë domethënës, Gjithsesi, ndryshimi i procedurës, prezenca e tyre